Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti, ky është edicioni informativ i lajmeve a orës 15 në ekranin e Report Televizion. Në këtë edicion, ju ftoj të ndiqni. Një 18 vjeçare u plagos me armë në dhomën e hotelit në pronësi të familjes të dashurit të saj, nipi i Vladimir Gjutës, me precedent penal. Në mesnat, vajza u dërgua në spital nga antarët e familjes Gjuta, të cilët gënjyen se e gjetën në rrugë. Vladimir Gjuta me kunatën u arrestua, ndërsa i dashuri i vajzës dhe babai i tij në kërkim. Ata zhdukën çdo provë në hotel, ndërsa në spital e reja tha se u vetë plagos, një dëshmi që ekspertiza do zbulojë nëse është e vërtetë. Kryeministri Rama u takua sot me banorët që preken nga shëmbjet në zonën pranë amfiteatrit të Durrësit. Kreu i qeverisë tha se projekti TID nuk ka kthim pas. Objektet do të shëmben, por më parë do të merren në konsiderat kërkesat e 74 familjeve për vlerësimin e pronave apo mundësitë për strehim. Rama u prit me protesta para bashkisë ku të pranishën ishin edhe deputetë e Partisë Demokratike. Në 2 ditë seanca, gjykata e Tiranës liroi 21 protestuesit e arrestuar për sulmet e dhunshme të protestës Partisë Demokratike që janë të plagosur 16 efektiv dhe nuk ursyen as punonësit e medias. Sot gjykata caktoi detyrim paraqitje për 14 protestues në moshë madhore, përfshirë një grua, ndërsa një ditë më parë u liruan 7 mitur, mes të cilëve dhe nipi i gazetarit Shimpeka, pronari formal i Syrit TV. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa janë të destinuara të qëndrojnë bashkë, tha sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio nga Miniu në konferencën e sigurisë pas kritikave të kancelarit Merz dhe deklaratave të tij për një thyrje të raporteve. Rubio kërkoi nga liderët të rindërtojnë sistemet e bashkëpunimit. 14 shkurti nuk është vetëm një datë në kalendar për Xhulianën 68 vjeç dhe Tajarin 71, por simboli i dashurisë së tyre që i qëndron kohës. Ata janë martuar në të njëjtën datë 48 vite më parë. Çifti Xhanali rrëfejnë se sekreti për një martesë të lumtur është të qëndrosh me vendosmëri pas asaj që do, pa hequr dorë në momentet e vështira.